Kush kujdeset sot? Kush I paguan azilin, faturat, kujdestarinë e vllajt tuaj? Me ato pensionin që merr ai dhe pjesën tjetër e paguaj unë, asnjë njeri tjetër. Pra, nga gjithë familja juaj vetëm ju nga asnjë njeri. Absolutisht. Turp të kenë. Turp të keni juve të gjithë që nuk keni ndihmuar. Se kam vetëm unë vëlla. Nuk e kam vetëm unë kushëri. Edhe unë nuk duaj që të më ndihmojnë me lek. Pagesat I bëj vet. Por mjafton një fjalë mirë, një telefonat. Një fjalë mirë. Të shkojnë ta shohin ore njeri, sa I s'është në burg. Nuk është I paralizuar. Të shkojnë ta shohin, për ato jo për mua. Për atë. E ndjej veten shumë keq dhe mallëngjehem, sepse kur I vjen mendja më thot, po ku është filani? Po ku është filani? Po filani ri këtu, ke kjo lagjo je amun. Për kushurinë që janë atë lagje. Kjo sëmundje, kur arrin në fazat e fundit, që truri nuk ushqehet më, atëherë fillojnë dhe të mos flasin, fillojnë të jenë në krevat, se nuk e urdhëron truri, kur vdes truri, nuk e urdhëron trupin dhe këmbët nuk urdhërojnë që të hecësh. Edhe bile fillon edhe folja. Edhe tashi unë e kam kuptuar që ka filluar pak nga pak që mundohet të flasi edhe edhe pastaj e shtyn veten dhe e thot për shembull një fjalë. Se e tillë është sëmundje. Pra, çdo pjesë e trupit funksionon normal, përveç se truri I cili jep komandat për të vënë në pa gjithë shqisën. Dhe kur ajo sëmundje ka ardhur deri në atë fazë që është dëmtuar komplet trupi, atëherë fillon dhe komplet truri, domethënë, fillon edhe trupi që nuk funksionon më. E kupton? Një dhimbje shumë e madhe që shikoj edhe këtu tash që erdha në Tiranë, nga njerëz që njoh, këtë problem që kam unë, me familjen për shembull, ose me vllajin me këtë sëmundje, e kanë edhe këtu. Zien montrën me njëra tjetrën, jo ti bëre kaq, unë bëra kaq, për një shtëpi, për një kështu, jo. Është turp I madh. Sepse nëse I ndodhi nënës tënde, I ndodhi vllajt tënd, mos harro që e ke në gen. Dhe nëse doktorët do dalin një ditë dhe do thonë që kjo është e trashëgimuar, do bësh të thjesht. Prandaj, njeriu do të shikoj ç'do ndodhi 10 vjet më pas nesh. Jo vetëm tani për tani çfarë të rrëmbejmë, çfarë të bëjmë, edhe të gjithë kur e shikojnë një sëmundje të tillë për shembull që ky sëmur ka një pasuri, ngrihet komplet problemi. Problemi nuk është si është ai njeri, problemi është kush do t'i marrë ato pasuritë? Kush do t'i marrë? Pse ai kujdestari do t'i marrë të gjitha? Pse ai do t'i bëj kështu? Po ku do t'i marri? Ju keni pas probleme të tilla? Po. Pak a shumë, në idera kanë ngelur. Rëndësi ka që kur të vi koha për një gjë të tillë, kur të hapin syt këto njerëz, unë do të jem shumë e lumtur sepse duhet që të mësojnë ligjin. Një njeri që të bëhet kujdestar, nuk merr pasurinë sepse e mori dhe futi në xhep dhe iku, u zhduk. Ke përgjegjësi dhe kundra ligjit. Ato duhet të jenë të tëra, kemi një komision që na kontrollon. Edhe thot ku shkuan këto lek, për çfarë u bën. E kupton? Pastaj një njeri si puna ime që lë punën e vet, lë djalin, 24 vjeç djal kam unë. Kam lënë shtëpinë, kam lënë punët e mia atje. Edhe kam ardhur këtu. Për çfarë kam bërë unë thua atje, për pasuri? Apo e kam bërë se dua atë vëlla? Dhe ato do ta bëja fatkeqësisht për çdo vëlla. Kujdo që larg qoftë, nëse do t'i binte, nëse nuk kishin njëri tjetër kush të interesojë për ata, do ta bëja, se kështu jam unë. Por neve shqiptarët e kemi akoma këtë. Edhe mund të them Evropa mund ta ketë që akoma jemi të interesuar pak a shumë për familjen, por që ka filluar të devijojë. Edhe për mua është një gabim jashtëzakonisht I madh për të mos thonë që është turp I madh. Turp I madh. Do thuash ti pse thua tani ti që të ra ty? Po, sepse tani unë e pash. Përpara, nëse do flasim më specifik, për të gjithë fisin, unë isha në Amerikë dhe janë dhe të tjerë në Amerikë, dhe unë gjithmonë interesohesha për fisin, ku janë, si janë, çfarë bëhet, ç'u bëhet, sepse kam pasur dashuri. Dhe atë që kam marr është një mospërfillje. Dhe bile ka pasur dhe nga ata që thonë, me rri aty në Tiranë se po bën qefti, rri në Shqipëri e bën qef. Pse? Këtu futet prap ignoranca.
Të gjithë kemi qef të futemi në këto mediat, edhe unë nga që vëndo një fotografi kur kam pirë kafe me ty, ose kam pirë me një shoqen time, ose kështu atyri duke sigur unë po kaloj shumë mirë. Çfarë doni të bëni o njerëz? Doni që unë të dal aty ke kamera në Facebook ose në TikTok edhe të qaj, të them se ti musolle kështu e musolle ashtu. Po pse ore njerëz nga juve varem unë? Secili do të shohë edhe drejtimin e vet, natyrën e vet, por të jetë social. Po dhe një njeri i fortë i bën të gjitha. Edhe qan, edhe qesh, edhe ndihmon, edhe urren, edhe dashuron, të gjitha i bën. Fundi jemi të gjithë prej mishi prej gjatë. Po. Edhe ajo që është kryesorja është që shumë njerëz për një fjalë goje, për një gjë që ju prek atyre interesi, nga që nuk kanë fuqi, nuk kanë forcë që të përballojnë, ikin. Dhe ashtu ato mendojnë, shikojnë veten e tyre në pasqyrë dhe shikon ti ja futa unë asaj, ja futa unë atija, unë dola fitimtare. E shef ti nuk ja var fare unë tash se nuk i jap rëndësi. Jore, nuk është se ti nuk po ma var në thonjza sepse nuk po m'jep rëndësi. Ti je nga ata që fshihesh mbas telefonit. Fshihesh, domethënë, mbas derës sepse nuk do që të dalësh ballë për ballë, se një njeri që do t'i diskutoj problemet, dhe në shoqëri dhe në familje i diskuton gjërat. Bëre ti një gabim, bëra unë, ta diskutojnë. Pjesa që njerëzit, ka dhe disa njerëz që jetojnë për telefonin, pra po të shohësh profilet në rrjetet sociale, i kanë plot me foto të bukura, jeta ju e cën vaj. Po. Dhe pjesa më e madhe atyre jetojnë në mizeri. Pjesa më e madhe atyre kanë, pra, përgjithësisht shqiptarët e kanë këtë që të bëjnë një jetë të dyfisht, i them unë kësaj lloj jete. Tangërliku që thonë. Ose tangërliku. Egoizmi i sëmur. Egoizmi për mua është gjëja më ignorante që mund të ketë një njeri sot. A është tangërliku sëmundja e shekullit? Po ka qenë. Tangërliku gjithmonë ka qenë. Po. Si i thoshin asaj fjale, dhe si thonë... Dhe zgjebosur dhe bishti përpjet. Ja, dhe dhije zgjebosur dhe bishtin përpjet. E mbyllim tani? Po ta mbyllim. Kemë për të thënë? Çfarë të them tjetër? Duhet vetëm të jap një mesazh që këto njerëz që kanë njerëz të familjes së tyre me Alzheimer të kenë durim, të kenë mundësinë të kuptojnë që do kalojnë shumë lart e poshtë me njerëz e me sëmundjen e me ligjin e me azilen e me all gjithë, po duhet të jenë të fortë. Një punë që e fillove, duhet ta mbarosh. Është problem i karakterit të çdo njeriu. Një njeri i dobët, më mirë mos ta marrë këtë përsipër. Një njeri i fortë që është i Zoti, që të përplaset edhe me murin, po prap të mbijetoj, atëherë ta bëj. Se kjo është gjëja më e vështirë që një kujdestar mund të bëjë në ditët e sotme. Nuk ishte gjë më të bukur dhe mesazh më të mirë. Pra, miq, arsyeja e bërjes publike të këtij problemi nuk ishte vetëm pse i ka rënë ky hall zonjës Eleni, por sa njerëz preken nga kjo lloj gjëje dhe si duhet reagojmë ne, pjesa tjetër që kemi trurin në vend, kundrejt këtyre fenomeneve. Shpresojmë që të ketë sa më pak, shpresojmë që t'ja dilni mirë me këto lloj problematikash gjithë ju që ju kanë prekur këto gjëra dhe këto probleme. Dhe s'ta ngelet gjithë ditëve se themi paqe, shëndet, harmoni mes familjeve, fisit, fshatit, qytetit e më gjerë. Shifemi në puntata të tjera. Mos harroni bëni subscribe tek kanali Shqeto.